si kur ta di njeriu çka përgadit Allahu për te, për të ardhmen e ti, do t'i kishte plas zemra nga dashuria e madhe për Allahun Azza wa Jall. Çka ka përgadit Allahu për ti pas 5 viteve, pas 10 viteve, ne nuk dim asgjë. Allahu është hakim i urtë. Çdo gjë që na jep neve është me urtësi. Çdo gjë që nuk na jep neve, gjithashtu është me urtësi. Dhe në çdo moment që na jep apo nuk na jep, edhe momenti është me urtësi. Ti e kërkon një gjë, Allahu nuk ta jep. Pse? Allahu ndoshta është duke të përgatit që pas një kohe të jep edhe më shumë, të jep edhe më mirë. Dhe ti s'di me kërku për Allahut, s'di me kërku, ndoshta ti kërkon gjëra të thjeshta, Allahu të përgatit për gjëra të mëdhaja. Dhe ti se ki idenë fare.